Aktoria Eliona Pitarka ka bërë një denoncim të fortë në rrjetet sociale mbi atë që ajo e quan një sistem të heshtur bashkëpunimi abuziv mes mjekëve dhe depove farmaceutike në Shqipëri, duke e cilësuar këtë bashkëpunim si tregti me shëndetin e fëmijëve. Vëmendja e Pitarkës u shtua pas një alarmi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shurupet e kontaminuara, ku humbën jetën 22 fëmijë në Indi. Ajo theksoi se nuk është rastësi që çdo fëmijë që shkon te mjeku për një grip del me një listë të gjatë ilaçesh. Nuk është rastësi që për çdo kollë apo temperaturë të thjeshtë prindi largohet nga farmacia me 6-7 produkte. Kjo nuk është kujdes, është tregti me shëndetin. Ajo vazhdoi duke shpjeguar abuzimin sistematik duke thënë: "Le ta themi troç, në Shqipëri ekziston një sistem i heshtur bashkëpunimi mes mjekëve depove farmaceutike. Në teori mjeku duhet të përshkruajë atë që është më e nevojshme për pacientin. Në praktik shpesh mjekët marrin komisione nga depot farmaceutike. Kështu krijohet një cikël abuziv. Mjeku ka interes të shkruajë sa më shumë receta dhe në fund prindërit mbeten me çanta plot ilaçe të panevojshme për fëmijët e tyre."